E mbyllim panelin ton me Dafina Qela. Ka një dritë. Nuk e di a ka qenë dritë apo ka qenë ndjesi, sepse në ato momente... Shumë shkurt se dhe këta mund është me ndohë. Okej. Nuk e di pse po m'lidhen sot të gjitha deklaratat me temën, po do t'a vlerësoja nëse do t'a shpalësi më tepër në temën të cilën. Jeshtë për me shkurtu mes me zgjatshëm që me lon hapësirë pjesën tjetër, është simbol jetës time kjo dritë. E hapim temën për sot. Shpresa, a është e vërtet se vdes e fundit? Si t'ja dalim në jetë? Dafin. Rasti jam është konkretisht që ndërlidhet me këtë pyetje. Unë në vitin 2016 kom pas një aksident me vetur, për 2 muaj kam qenë në koma, po thuaj se 2 muaj e gjys. Dhe aty e pash dritën që e cike edhe më herët, dhe me thonë drejtën nga njerë thëm, a ka qenë dritë, a ka qenë gjesi, për ishte diçka shumë patësore. Edhe sot jo mirë njose që ajo falë asoj drite mu rikëthy jeta dhe mu rikëthy shpresa për me pas jetën. Dhe mirë njose për jetën që mu dha për herë dytë një mundësi për me jetu. Është e vërtet, gjithmonë do të me luftu, rasti konkret është i ime, unë kom pas një aksident shumë të rëndë që shumica e doktorave në QKUK u bevasu me rastin tem, për shkak se kanë qenë lindime shumë serioze. 90% kanë thonë që kom e vdek krejt, kom e mbet në karrocë, po shpresa... A vdes shpresa me të vërtet e fundit? Për te unë vlena e që shpresa nuk vdes kur. Jo fund, po kur. Kur je në koma dhe s'ke mundësi me shpresu, që t'jemi realist, po kur u zgjove nga koma, ishe në koma totale? Po, si pas doktore që e ka pas gjendjen time, aty thët që ka pas mundësi ti mi ndëgju vetëm 2 javë e fundit para se ti mu zgju nga koma. Aty e ku ndëgju vetëm njerëz të zonat e njerëzve të familjes konkretisht. Po, ku më dëgju zona, ku më dëgju njerëz që normë në vizitu, po si pas mjekësis... Para kësaj periude, qka pos dritës? A ka ndonjë vizion me ndjen tonë? Qka kalon gjurëm në atë periudhë që për ty sigurisht ka qenë më erta? Po, më erta jetës time me thonë. Nuk e di një... Ajo dritë dishysh mu doke që po më këthen jetë, ki hala për me bo punë në jetën. Ti luftoj mes vdekjes dhe jetës? Po, një më rritë vetëm me babajen, nane nuk e kam. Mu doke ajo pjesa kënej babi, kënej nana. Ajo ishte një botë... Se di shme përshkru, realisht... Të në anglisht, po më duket për spjegon near death experience, apo? Exactly, yes. Kështu që unë e mendoj që... Në momentin e parë që i hape sytë, cile ishte mendimi i parë i jote? Wow, e pa besushme. Në momentin ku më tonë pse jam në spital, si ku më pa dritat e dhomës, po... Nuk e di, është... A ki ndryshu jetën? 100%. Qa ki ndryshu diçka që t'ka bo me kuptu rëndësin e jetës pas ati momente? Në ratë e pare falenderoj familjen, se familja ka qenë ajo që u marrë me mu, në ditë mira, në ditë këshia. Në këtë rast këm pas ditë matë këshia. Se këm pas lëndime edhe në ftyrë, këm pas lëndime serioze në trëpë. Mandej e kum rishiku jetën për, stash edhe marët është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e dytë për me jetu, nuk e vras mendjen për gjërat vogla. A t'ka bu kjo ma të ftoftë ndaje më shunëve? Për arsye që... Ma ndishme, shumë ma ndishme, po. Interesant. Edhe nuk mundona njerëz t'i fali shumë. Zakonisht e kupton një dhimbje qashtë madhe në jetë, një diçka që ta ka shkaktu sot thjesht mo kur gjo nuk lem për shtypje. Dën me jetu jetën. Po në anën tjetër nëse ty lëndojnë ende, fjallë, ose momentet, atëherë? Është interesantë. Ma herët nuk e kum vra mendjen shumë për pamjen. Mandej mas aksidentit shkaku i shenjave, i kisha dhe operime, po, në atë aspekt. Po, mbi të gjitha, ju më bo ma ndishme, ma mirë njohë se jom gjdo më njësë që nga me mirë njohën, daj zotit, falimderit, jetoj jetën si me qenë ditë e fundit, edhe së dhe jetoj si me qenë ditë e fundit e imja. Edhe është një mundësi e mirë, mundona me shfridzu për mirë, mës me bo keq. A ka bëvo me besu në Zot, haloma të për? Shumë. Falë Zotit, unë kom shpëtu, sepse sa është edhe më parë,
mjekësia veç e dhatë verdiktin e vetë, 90% nuk pështan, fatkeqësisht. Ajo është pjesa e komës, mandej derisa koha, derisa po qona, se kish ditë që bëjsha ma mirë, ka pas ditë që s'kum bo ma mirë, shkoj ke herë, përmisoj ke herë, u rëndaj ke situata, po babi ka insistu lene, mos me e dorë, edhe po thëmë, 2016 tash jena në 2025. Ja ku je sot? Nuk, familjarët e me, gratë e o gjëllarve, në këtë rast, nuk e besojnë që, kur më shojnë mu, thojnë, që shështë e mundën, ti mu që prej ati shtrate. Po, falë zotit, falë vullnetit mirë, do të me pas vullnet, edhe mos mu ndiku shumë, se unë kum pas shumë komentit këshia, kur jo më që prej komës, shfar ftyre, shfar shaja, jo në mundu me të qitë në pikën ma të keqe. Po jo, nësët gradualisht, po kam shaja sanet që dukën për shkonën. Po duke shumë bukur. Shumë bukur po dukësh, kur gjo nuk po dim për çka bojnë ato komente. Shanja jo, ftyra shumë e bukur. Ka ndodh shumë, po unë pra vazhdoj e këshyri punë të mija dritimin e jetës tamë. Ndërem? Unë e pata veç një pytje, njerëz të pas një përvoje t'il traumatike, sigurisht që nuk e vrasin momentje për gjërat vogla, i sugjeron njerëz me dasht, me çmu ma shumë jetën. Po, kisha dash me dhanë edhe një mesazh çfarë do që ndodh kalan, qoftë, çfarë do situate, se unë e kum pas edhe përvoja personale në jetën time që ju më thy, po kur krahasohet me gjendjen e aksidentit edhe në gjendjen është historia jetës time, kjo që muj me specifiku. Po, ju thëm njerëzve me pas pozitivitet gjithë ditën, mos me mendu negativ, qysh me lëndu dikën, shmu bu mundi keq, vetëm me jep dashni, me jep shambujt mirë, me jep vullnet, edhe munduna me qenë shambull konkretone, se one e kum pa vdekjen me sy. E munduna mi thonë që s'ja vlen për gjërat vogla, mu prish me zveti, nuk ja vlen për fjallë, nuk ja vlen për senet që realisht që me dalë edhe në këtë aspekt. Isha dëshirë, ndoshta ma heret se kum da në pre-emisionet, kur jemi të shpresa, sidomos në jetët personale. Ta jo me Adinina, kjo shpresa jote? Jo, kjo shpresa ime. Në ndonë do histori që ma ndri pjesën e panelit, mu për në arzën ka pak. S'pëdu me folë, Për historit shumë interesante. Po, kam pas edhe unë qëto një lidhje, muj me thonë, martisore, sepse bashkëshorti em është jeton jashtë, fatkeqësisht kur ndërlidhet me temën e shpresës, sepse unë e prit ato 4 vjetë, sepse a jeton jashtë, dhe mandej erdhë momenti kur u afru pjesa e liberalizimit vizav, a i vjen thëtë nuk du mo me konë. Pse? Sepse krejt shpresat e 4 viteve pritje që kum pas për të, krejt mi ka hedhë poshtë, dhe me atë arsyetimin s'po përshtatu mo. Na, unë e 4 vjetë shpresova, 4 vjetë kishmi atë kontaktin të amam shef, burre gru, ma ndaj vjen një moment që ti hum shpresat edhe e bjen punën që një me ra me një farë periude depresive, por që do të me të me thonë, kur ka ardhë koha për ty me mundësi me shku atje, e sigur tje që se ka pas edhe një gru atje? Sigurisht, po gjithsesi është pjesë e karakterit ti, unë e qëndroj e kum kalu. Ma të këtë jona ata njerës të cilët i ushqenjë, pa më shirëshëm shpresat të njerës tjerë, edhe më fund i lojnë në thotë, që thotë po. Ndryshet nesër me ndryshaj, kështu që është tipike. Nuk e di për rastin e ju përgjësie po ata. Dy shpirta bashkohen edhe janë destinum për njëni tjetëri, nuk ka kur gjo që i ndalë. Nëse njëni partner nuk njët, atëherë do të thëtë që nuk ka qenë dashuria jetës tonë. Kështu që t'jesh dush me vazhdu jetën edhe ti për vetën me vendos për ato që për një me ta donë zemra, se dikur që dush me dash, nuk ka një person që të bënë mundi që ashtu. E vërtet, po. Jo, gjithmonë mundën me qenë raste reale. Po prej rastit, po flasë prej rastit tem ka shërbëjshë një mësem, tashmo nuk është që shpresoj, po du mund ndërlidhë me ty Elita, sepse tashmo nuk shpresoj gjdo sen mundona vetë edhe... Jetës asë nja nuk i di, na nuk i di mas veç ka na vjene ardhënja. Ka shërbëjshë një mësem shumë i mirë, edhe ka njerë e falenderoj që ka ndodhë dhe sene, se sigurisht që ka ndodhë për të mirën tem, tash prej këndë vështrimit, sepse tash kanë kalu 2 vite, falenderoj shumë jetën, falenderoj shumë familjen, e falenderoj shumë që ka ndodhë dësane të këshia, sepse falë që aty në të këshia, unë ku mujtë mja dollë edhe halo ma mirë jam, se sa më periudën që kom qenë me atë person. Po du me undalë edhe të Leonora, për arsye që na